mban emrin butiku më i ri i modës i çelur në kryeqytet. 3 emrat e stilisteve më të njohura, Enada At Nikola, Edith Selimi dhe Klodi Mengri, në një bashkëpunim të suksesshëm, kanë sjellë një dyqan me veshje tepër speciale dhe aksesor unik për të përmbushur kërkesat që ka një femër. Pikërisht për këtë të fundit flet dhe emri i veçantë Koko, i cili në frëngjisht do të thotë femër e mbajtur. Stilistja At Nikola ka preferuar të thyej akullin për herë të parë në fushën e modës, duke qëndruar krah emrave më në zë të botës së modës. Jam ndoshta stilisti i parë në Shqipëri që sjell veshje dhe sjell vetë për të tregtuar vetë bashkërisht me mikeshën time edhe veshje të stilistëve të tjerë. Kjo për faktin se unë e vlerësoj shumë këtë punë, këtë biznes, qofshin punimet, krijimet edhe të stilistëve të tjerë. Më pëlqen që të konkurroj fort, shumë shpejt do kemi për meshkujt dhe brioni. Ja, jemi bërë bashkë për të suksesshëm. Status i vetëm që i bashkon të gjitha femrat, të cilat do jenë pjesë klientët të këtij dyqani është femër e mbajtur. Nëse ti do e kesh këtë status, sigurisht që je pjesë e dyqanit tonë. Një kënd i veçantë i kushtohet aksesorëve tepër tërheqës dhe në një tjetër i kushtohet 2 linjave prestigjioze, Moschino Chipon Chic dhe filozofi di Alberta Ferretti. Në promovimin e dyqanit më të veçantë të modës në kryeqytet, nuk kanë munguar edhe emra të njohur të ekranit, spektaklit, modës, show dhe femra që kujdesen deri në detaj për kurimin e lukut të tyre. Ato e kanë përqafuar me shumë dashuri idenë e organizatorëve të këtij projekti, pse jo, dhe si një nga mundësitë më të mira për të patur një luk perfekt, gjithmonë nëse je një femër e mbajtur.